për ujtë e pishëm, isha një problem. Ata na kanë prur atje ku dahet ujtë, për pikat që janë vënë ato të çdo familje do marrin, kanë prerë skrapamento makine. Jo më ja. Po, ti verifikosh skrapamento makine dhe i kanë bërë jo të bjen i noh ç'a duhet për ndarjen e ujit. Po si skrapamento? Skrapamento makine. Tubat e shkarkimit gazit? Prera, edhe kanë bashkuar ujit. Proporcioni është një standardi që janë votuar për tani. Ore këto që po them unë. Kur është bërë ky? Kur është bërë ky? Tani. As një muaj. Edhe kanë vënë. Ti freskët fare? Po, skrapamento makine kanë vënë. Po të vesh të hapim ato atje, të shikosh skrapamento makine të salduara si mos më keq. Për ujtë e vaditjes. Para 7-8 vjeça mos më shumë kanë hedhur një fond të madh. Më thënë kanë bërë dy tube. Tube kushta njëri, ajo tube edhe në Koman nuk duhet ato tube. Monja 50 milion leka, 100 milion leka, sa morë. Edhe kanë bërë, morën lekët edhe ujtë nuk funksionon fare. Po pse nuk funksionon kur futën tubët? Pse bën vetëm atë pjesë atje, morën lekët, edhe lanë pjesën tjetër. Ja, vaditët molani. Po si vaditët molani tani? Si vaditët s'ka ujë. S'ka ujë. Kemi vënë vetë zorat, mase pat atje tek rezervuari. Jo do t'i shojnë tani me këtë lekë. Po thuaj se po, janë vetëm zora se thotë. Pra secili ka shtrirë zorën për tek plantacioni. Secili ka zorën e vet edhe paguajmë edhe. Pra ju paguani, shteti paguan, ju i skeni përveç se ç'a merrni vet. Po. Pra dy herë financim për të marrë ujë. Ëh? Edhe paguaj, po, na vinë në marrë taksë.